Me më u ringjallën është dalë nga besimi. Domethënë të ndërruzër, ringjallja, se kena më u ringjall, kena me dalë nga varret tona, kena më u rikriju çysh kemi qenë para se me vdek, është besim i pakontestueshëm. Besimi në ditë e gjykimit është shtyllë e besimit, pa ata nuk rrin besimi. Një njeri për shembull falet, agjeron, bën punë mira, thot, po a kena mund gjallë e ty benedikit punë se kur des mu, kajtë poshtë shkojnë. Kajtë binuj. Nuk bën, përshka këso është kusht i besimit me besu, se kena mu ringjallë. Kena me dhënë llogari para të manuar, këtë që të besimit tonë, një du të menu për këtë moment. Të gjithë kena me anë këtë dakik. Të gjithë. Të pragu i dekës, të gjithë kena me anë. Ska i nësën që s'ka nën ka pragu i dekës. Ska. Nuk ka mundësi. Kushdo që është i gjallë, kushdo që ka në dunja, ka me dalë pej dunjas. E pa mundës fort, a me dikush? Së me të kërkush, a s'ka me të kërkush? Veç Allahu mbetet. Ajo është i gjallë i pavdekshmi. Të gjithë ne jemi të gjallë, por gjallëri relative, të kufizuar, dhe jemi të vdekshëm. Ndërsa Allahu xhalla wala është i pavdekshëm. Ajo është që nuk vdes. El hayyu alladhi la yamut. Allahu xhalla wala çka tha? Wa tawakkal ala al hayy alladhi la yamut. Mbështetu në atë që është i gjallë e i pavdekshëm. Ai nuk vdes. Në ato mbështetu, në të llogarit. Të njerëzit mbështetesh ai vdes. Mbështetesh, i hub mundësit, dëpsohet, i hub mbështeti, autoriteti, pasuria, ka ti mbështet në ta. Mbështetu në Allahun xhalla xhelalu. Te ai ktheu, para se unë më bëmon.